Përshëndetje të nderuar shikues, ky është edicioni qendror i lajmeve në Radio Televizionin 21. Komisioni qendror i zgjedhjeve po synon ta mbyll sa më shpejt procesin e rinumërimit të votave pa hapur diskutim për zgjedhje të reja. Por vendimi për rinumërim të plot ka ngritur dilemën nëse Kosova duhet të shkojë sërish në zgjedhje pa u materializuar rezultati i 28 dhjetorit. Njohës të proceseve zgjedhore ndërkaq paralajmërojnë se një skenar i tillë do ta fuste vendin në një krizë të thellë institucionale. Komisioni qendror i zgjedhjeve bën të ditur se po vazhdon numërimi i fletvotimeve, sipas listës së vendvotimeve që ka përcaktuar KQZ-ja pas vendimit për rinumërim. Sipas KQZ-s, deri më tani janë rinumëruar gati 70% e vendvotimeve, kurse ky proces parashihet të kryhet më 31 janar. Pas përfundimit të rinumërimit të këtyre vendvotimeve, krijohen kushtet që KQZ të shpallë rezultatin përfundimtar të zgjedhjeve për subjektet politike dhe kandidatët që ishin në garën për zgjedhjet e parakohshme për Kuvendin e Kosovës, dhe kjo do të bëhet, do thotë, menjëherë sapo të përfundoj procesi i rinumërimit. Ndoshta jo në të njëjtën ditë, por besojmë që në fillim të muajit shkurt KQZ mund të shpallë rezultatin përfundimtar të zgjedhjeve të parakohshme. Komisioni qendror i zgjedhjeve vendosi të numërohen edhe një herë të gjitha votat nga vendvotimet e rregullta, pasi gjatë rinumërimit të vetëm 1/4 së tyre janë evidentuar rreth 57.000 vota të manipuluara për kandidat. Devijimi më i madh i rezultatit zgjedhor deri më tani u tha se ka ndodhur në komunën e Prizrenit. Në këtë komunë u arrestuan 23 persona për manipulim votash, kanosje, marrje dhe dhënie rishfeti. Për ta gjykata themelore në Prizren caktoi nga një muaj para burgim, ndërsa 10 të tjerë janë duke u hetuar. Drejtori i Institutit Demokratik të Kosovës, Ismet Kryeziu, bëri thirrje për përsëritje të votimeve në këtë komunë. Në këto rrethana, ky proces nuk e përmbush asnjë standard zgjedhor për të certifikuar si proces i rregullt dhe i besueshëm. Përkundër që votat e manipuluara apo anulohen, procesi prap mbetet i kompromituar, sepse korrigjime teknike asnjëherë nuk janë të mjaftueshme për të rikthyer besimin publik dhe për të garantuar se rezultati përfundimtar pasqyron realisht vullnetin e lirë të qytetarëve. Por shkuarja në rivotim vetëm në komunën e Prizrenit, nga njohës të çështjeve ligjore shihet si e panevojshme. Procesi është senu me këto numërime, po mirë po është riparu, për shkak se gjithë ato vota ku i ka dorëzuar qytetarët tash i kanë shkuar aty në deputetëve. Vendimi për rinumërimin e plot ka zvarritur procesin e certifikimit të rezultateve zgjedhore dhe rrjedhimisht formimit të institucioneve. Ndërkaq, afatet kohore për ankesa që rrjedhin deri në certifikim të rezultatit zgjedhor rrezikojnë ta dërgojnë vendin në zgjedhje të reja pa e materializuar rezultatin zgjedhor. Marr parasysh faktin se Kosova më 5 mars duhet ta ketë një president të ri të zgjedhur. Ish kryetari i gjykatës së apelit Hasan Shala thotë se subjektet politike do të duhet që pavonesa t'i formojnë institucionet, në të kundërtën Kosova rrezikon kolapsin. Ishtë dashur në procedurë shpejt të konstituohet parlamenti, të zgjedhet kryetari, të dekretohet apo të mandatohet edhe qeveria, megjithatë pastaj të jemi komplet me institucionet shtetërore, pastaj të vendosëm për çështjen e presidentes. Meqenëse i kemi marrë zgjedhjet, mirë po unë mendoj se nëse shkon kjo, do të kemi një kollaps, secili vërtet atë do t'i bindim edhe në miq tonë që na nuk jemi të afër me shtetin. Lidhur me çështjen e zgjedhjeve të reja, KQZ ka deklaruar se aktualisht është e fokusuar në përmbyllje sa më të shpejtë të procesit të rinumërimit, andaj në këtë fazë nuk ka diskutuar për zgjedhje të reja të mundshme. Kosova, pas blokadës politike një vjeçare, shkoi në zgjedhje të reja, pa buxhet të miratuar për vitin 2026 dhe përpasoj nga 1 marsi, gjysma e qytetarëve në Kosovë rrezikojnë të mbesin pa paga, pensione dhe skema sociale. Skandali i vjedhjes së votave të zgjedhjeve për Kuvendin e Kosovës ndezi alarmin edhe te kandidatët për asamblet komunale. Një grup ish kandidatësh për Kuvendin komunal të Ferizajt janë drejtuar prokurorisë duke kërkuar zgjerim të hetimeve edhe për zgjedhjet lokale të 12 tetorit. Ata kërkojnë rinumërim dhe masa të jashtëzakonshme verifikimi, ndërkohë KQZ thotë se ka azhësuar materialin zgjedhor. Gjetjet e Komisionit Qendror Zgjedhor lidhur me manipulimet me vota për kandidatët për deputet brenda subjekteve politike që garuan më 28 dhjetor ditën Bashkim Fazliun, kandidat i pavarur për Asamblejë Komunale në Ferizaj,
bashkë me 32 kandidatë të tjerë që të kërkojnë hetime dhe për votimet e 12 tetorit. Fazliu, i cili garoi në zgjedhjet lokale si kandidat i pavarur, dyshon se dikush i avodhi votat, njofsoi sikurse është vrejtur edhe për zgjedhjet e përgjithshme të 28 dhjetorit. Kërkesën e parë kemi dorëzuar tek prokuroria themelore në Ferizaj dhe për DNI do t'ja dërgojmë edhe zonës Laura Pula, që është koordinatore nacionale për zgjedhje. Në prokurorinë themelore kemi bë kërkesë për zgjerim të hetimeve që janë duke u bërë për 28 dhjetorin, pasi është natyra e njëjtë, janë komisioner pothuajse të njëjtë. Me urdhër të prokurorisë themelore të Prizrenit, javën e kaluar u ndaluan 109 persona në ndyshimet për keqpërdorim të rezultatit zgjedhor të 28 dhjetorit. Ndaj 23 prej tyre është caktuar masa e paraburgimit prej 1 muaji, ndonse në Prizren manipulimi vlerësohet si ishte në shkallën më të lartë. Edhe në Ferizaj dhe Malishev ka nisur hetimet për keqpërdorim të mundshëm të rezultatit zgjedhor. Hetimet për keqpërdorim të mundshëm të rezultatit zgjedhor nisën gjatë ditës edhe në komunën e Drenasit. Një hetim të ngjashëm, por edhe rinumrim nga KQZ-ja, po kërkon edhe ish kandidati për asamblejë komunale, Bashkim Fazliu. Kjo është kërkesë për ndërmarrje të masave të jashtëzakonshme verifikuese pas daljes në fat të provave të reja të keqpërdorimit dhe manipulimit që kanë ndodhur me 28 dhjetor. Keni parasysh zgjedhjet parlamentare ndoshta nuk çojnë shumë pesh 10 ose 100 vota diferencë. Në zgjedhje lokale edhe një vot e ban diferencën. Edhe për një vot, njerëzit keni me pa në këtë Kosovën kanë mu anku edhe janë anku që kanë bet jashtë kuvendit ndoshta për një vot, 2-3 vota. Megjithatë, mundësia për rinumrimin e votave të 12 tetorit do të jetë e pamundur, me që Komisioni Qendror Zgjedhor tashmë ka zgjesuar atë material zgjedhor. KQZ tha se nga ato votime fizikisht gjendën vetëm materialet e vendvotimeve, të cilat Prokuroria e Shtetit dhe gjykatat janë duke i trajtuar. Ligji parashet që materiali zgjedhor të shkatërrohet brenda 60 ditësh pas certifikimit të rezultatit zgjedhor, veç nëse paneli zgjedhor për ankesa dhe parashtresa vendos ndryshe. Radio Televizioni 21 ka kërkuar edhe një përgjigje nga Prokuroria Themelore në Ferizaj, por deri në publikimin e kësaj kronike nuk ka marrë një përgjigje. Kryetari i Lidhjes Demokratike të Kosovës, Lumer Abdigjiku, ka thirrë kuvendin e partisë në fundjavë për të vendosur mbi të ardhmen e udhëheqjes së saj. Abdigjiku thuhet të ketë dhënë dorëheqjen nga detyra e kryetarit, por njëkohësisht ka kërkuar votbesim në kuvendin e LDK-s, ndërkohë që një antar i kësaj partie ka paralajmëruar kandidaturën për kryetar. Të 355 delegatët e Kuvendit të Lidhjes Demokratike të Kosovës janë thirrë të shtunën për të votuar nëse do ta mbështesin Lumer Abdigjikun për kryetar apo një kandidat tjetër. Kuvendi i partisë mblidhet pas zgjedhjeve të 28 dhjetorit, ku LDK arriti një rezultat të dobët dhe kryetari i saj Abdigjiku mori përgjithësinë. Në të dy takimet e kryesisë së partisë u tha se Abdigjiku ka ofruar dorëheqjen, por njëkohësisht ka kërkuar dhe votimin në kuvendin e partisë. Në ftesën e dërguar delegatëve të partisë, Abdigjiku për kuvendin ka shkruar se LDK nuk friksohen nga antarësia e vet, as nga vota e as nga gara. Sipas tij, procesi i LDK-s do të dalë më e fortë, më organizuar, më funksionale dhe e qëndruar te ardhmja e saj dhe e Kosovës. Vendimet e saj ka marrë gjithmonë në kuvend, mes njerëzve të vet, hapur, me debat dhe pa frikë, dhe në fund me shumicë. Edhe në kohë shumë të vështira se kjo, kështu do të veprojmë sërish, këtë të shtunë. Koha tani të flas antarësia jonë. Kuvendi i LDK-s mbahet përmes debateve të brendshme të saj dhe kritikave për drejtim të gabuar në disa muaj pas zgjedhjeve të shkurtit të vitit të kaluar. Nënkryetaria e LDK-s Hykmete Bajrami ka ofruar dorëheqje në ndërkohë dhe ka kërkuar përgjegjësi nga kreu i partisë për rezultatet e dobta në zgjedhjet e fundit. Ndërkohë antari i kryesisë së LDK-s Avdullah Hoti, një javë përpara mbajtjes së kuvendit të partisë, ka shpallur kandidaturën e tij për kryetar. Në një postim të tij në rrjetet sociale, Hoti është zotuar për ta marrë barrën e ringritjes politike dhe organizative të partisë dhe të udhëheqë një proces tërësisht gjithëpërfshirës, transparent dhe në përputhje të plotë me statutin. Ai ka shkruar se do ta ndërtojë një LDK të hapur, të drejtë dhe konkurruese për ta kthyer LDK në alternativën kryesore të qeverisës të Kosovës.
Të gjithë së bashku do të rikthejmë dhe forcojmë vlerat tona themeltare: demokracinë e brendshme, guximin politik për të marrë përgjegjësi, vizionin shtetformues dhe orientimin e palëkundur euroatlantik. Këto vlera nuk janë kujtimi një të kaluare të lavdishme. Ato janë të domosdoshme për të ardhmen tonë. Vetëm duke u kthyer te këto me vendosmëri dhe unitet do ta rikthejmë LDK-n në ballë të proceseve demokratike dhe shtetërore të Republikës së Kosovës. Aktualisht janë 2 kandidatura që përmendën brenda LDK-s për të drejtuar partinë, por nuk është ende e qartë nëse Abdi Gjiku e merr shumicën e votave të delegatëve në kuvend në procesin e vot besimit. Votimi për të do t'i mundsonte vazhdimin e punës si kryetari i partisë. LDK ka aktualisht mbi 13% të votave në zgjedhjet e 28 dhjetorit, për dallim nga zgjedhjet e shkurtit e vitit të kaluar, kur mori mbi 18% të votave, duke u renditur në të dyjat raste si partia e tretë. Shoferët e kamionëve transportues të mallrave kanë bllokuar pikat kufitare të Ballkanit perëndimor në shenjë proteste kundër masave të reja të BE-s që kufizojnë qëndrimin në Schengen. Druhet se këto masa mund të shkaktojnë dëme të mëdha. Momentalisht ndodhemi në pikën kufitare në Mërdare, më saktësisht në territorin e Serbisë pas meje janë protestuesit dhe shoferët e kamionëve. Ata kanë dalë në shenjë proteste sot shkak i masave të Bashkimit Evropian. Ata janë të pakënaqur e kjo protestë thuhet se do të vazhdojë. Në pikën kufitare mes Kosovës dhe Serbisë në Merdare nga ana serbe, protestat nisën që në mesditë, të cilat u paralajmëruan se mund të zgjasin deri në 7 ditë. Shoferët ankohen se masat e vendosura nga BE-ja, të cilat ata po i kundërshtojnë, mund të ndikojnë drejt për drejt në ekonominë e vendit. Svi granični prelazi na teritoriju Republike Srbije su... Arsyeja e bllokadës është zona Schengeni, ku një person mund të qëndrojë 90 ditë nga 180 ditë që ishin. E kjo sot është angazhimi i përbashkët të gjithë shoferëve, dhe në këtë aspekt shoferët dhe tregtarët kanë shumë probleme. I largojnë, i burgosin, i bllokojnë e tjera. Shpesh trajtohen si emigrant ose si punëtor në punë të zezë, por të gjithë këta njerëz janë njerëz që punojnë me sinqeritet. Afati për këtë protestë është 7 ditë, por nëse Komisioni Evropian nuk jep një përgjigje ose nuk jep garanci për të takuar me ne do të vazhdojmë protestën. Këtu preken shoferët nga Serbia, Maqedonia, Kosova dhe Malizi, dhe kjo na dëmton të gjithëve ekonomikisht. Shoferët tanë kanë të drejtën të qëndrojnë 6 muaj brenda periudhës prej 90 ditësh në zonën Schengen. Ata nuk janë as turist, as emigrant, por janë në krye të detyrës. Me këtë vendim rrezikohemi në të gjithë Ballkanin dhe dëmtohemi jashtëmase. Kërkesa jonë aktualisht është të ndalet zbatimi i këtij vendimi derisa të merret një vendim i cili na kënaq të gjithëve dhe që na lejon të funksionojmë normalisht. Analistët paralajmërojnë se bllokadat e transportit të mallrave në pika kufitare mund të ndikojnë ndjeshëm në eksportet dhe importet e Kosovës, të cilat përfshin mbi 20 milion euro mallra në ditë, duke shkaktuar probleme në zinxhirin e furnizimit dhe kostot shtesë për kompanitë. Edhe transportuesit nga Maqedonia e Veriut bllokuan daljen e kamionëve në disa pika kufitare në shenjë proteste kundër sistemit të ri të BE-s. Zëvendës kryeministri i këtij vendi mbështeti protestën duke propozuar shtyrjen e sistemit, rritjen e deteve të qëndrimit ose trajtimin e shoferëve. Me kamion të parkuar në kufirin e Bllacës, shoferët bllokuan daljet nga shteti për automjetet e rënda transportuese, si shenjë revolte kundër sistemit të ri ES të BE-s, i cili kufizon qëndrimin e shoferëve profesionist në zonën Schengen. Kryetaria e shoqatës së transportit Makam Trans, Biljana Muratovska, tha se vetëm nëse paraqiten transportues të ilaçeve, bagëti, eksploziv dhe municione, do të lejohen të kalojnë, ndërsa të tjerët do të presin së bashku me ato derisa të zgjasin bllokadat në të gjithë vendin. Profesioni i një shoferi profesionist nuk është as turist dhe as emigrant. Ai punon në vendin e tij. Automjetet janë të regjistruara në vendin e tij dhe BE-ja dëshiron të na ndalojë të punojmë. Kur e dim se me secilin vend kemi nënshkruar marrëveshje dypalëshe në fushën e transportit, të cilat na lejojnë qasje në territorin e tyre, që do të thotë se shkëmbejmë leje në reciprocitet dhe kemi transport liberal. Tani thonë keni leje, por nuk do të mund të punoni. Dozvoli ili liberalni prevoz imаме. Сега викаат, вака да се изразам, пу стоп не важи, значи вие имате дозволи, ама нема да може да работите.
Blokadat janë një pjesë e aksionit të përbashkët të transportuesve nga Maqedonia e Veriut, Serbia, Mali i Zi dhe Bosnia Hercegovina. Zëvendës kryeministri i qeverisë dhe ministri i transportit Aleksandar Nikolovski sot ishte i pranishëm në pikën kufitare Blac, i cili shpreu mbështetje për protestën e transportuesve. Ai theksoi se në parim ekzistojnë 3 zgjidhje të mundshme për zgjidhjen e këtij problemi. Първото решение е да се odloži примената на новиот електронски систем за превозниците. Zgjidhja e parë është shtyrja e zbatimit të sistemit të ri elektronik për transportuesit. Zgjidhja e dytë është rritja e numrit të ditëve që transportuesit mund të qëndrojnë në zonën Schengen, të paktën në 250 ditë të ndara në cikle përkatëse nga 180 ditët aktuale. Zgjidhja e tretë është që shoferët profesionistë dhe transportuesit të mos trajtohen si turistë, por të trajtohen ashtu siç duhet, si profesionist, dhe mbi këtë bazë ose të përjashtohen nga këto rregulla ose të rregullohet qëndrimi i tyre me viza pune, siç aktualisht e bën vetëm Zvicra në mënyrë që të mund të tranzitojnë. На този начин да можат слободно да транзитираат низ. Nikolovski vlerësoi se nëse nuk veprohet në këtë drejtim, do të ketë pasoja të mëdha për ekonominë e Maqedonisë rajonale, por edhe për ekonominë evropiane. Sistemi EES, për shkak të cilit po protestojnë transportuesit, është vendosur në kufijtë e jashtëm të zonës Schengen dhe ka nisur të zbatohet gradualisht nga 12 tetori 2025, ndërsa pritet të zbatohet plotësisht deri më 10 prill 2026. Në vazhdim edhe një kronik përmbledh se lidhur me atë se çfarë ndodhi me blokadën e transportuesve të Ballkanit Perëndimor. Kolona të gjata kamionësh u formua në pikat kufitare të madrave në Bosnjë-Hercegovinë, Serbi, Maqedoni të Veriut dhe Malë të Zi në një veprim të koordinuar në të 4 vendet. Blokada përfshinte edhe portin e barit në detin Adriatik në Malë të Zi. Në pikën kufitare Odzak midis Bosnjë-Hercegovinës dhe Kroacisë, shoferët u zotuan të vazhdojnë të bllokojnë pikën kufitare derisa të plotësohen kërkesat e tyre. Ne po kërkojmë të na lejohet të punojmë. Është e qartë për ne se do të ketë një ndërprerje në zinxhirin e furnizimit. Ne kërkojmë durim sepse nuk kemi zgjidhje tjetër. Shoferët ankohen se rregulloria që qytetarët jashtë BE-s mund të qëndrojnë brenda zonës së lirë të udhëtimit të BE-s deri në 90 ditë brenda çdo periudhe, 180 ditore, do të thotë se ata nuk mund të punojnë normalisht. Dhjetra shofer kamionësh tashmë janë dubuar nga vende të ndryshme të BE-s për tejkalim të afatit të qëndrimit. Rregullat e reja të hyrjes në BE që filluan të zbatohen në tetor të vitit kaluar, parashikojnë gjithashtu regjistrim elektronik në vend të vulosjes së pasaportave, gjë që ka ngadalësuar edhe trafiku në pikat kufitare me vendet jo anëtare të BE-s. Sistemi i ri duhet të zbatohet plotësisht deri në prill. 6 vende të Ballkanit Perëndimor që po përpiqen të bëhen anëtare të BE-s janë në faza të ndryshme të procesit të reformave të nevojshme për të bashkuar me bllokun 27 vendesh. Oda ekonomike e Kosovës ka reaguar lidhur me protestat e kompanive transportuese në shtetet e rajonit, të cilat sipas tyre tashmë po shkaktojnë pasoja serioze për funksionim normal të bizneseve kosovare dhe për rrjedhën e tregtisë ndërkombëtare. OEK shkruan se këto zhvillime kanë ndikuar drejt për drejt në pamundësimin e eksportit dhe importit të mallrave drejt dhe nga vendet e BE-s, duke krijuar vonesa të konsiderueshme kosto shtesë për kompanitë dhe rrezik real për ndërprerjen e zinxhirit të furnizimit. Kryetari i Odës Ekonomike të Kosovës, Lulzim Rafuna, njëkohësisht kryesuesi i bordit të forumit të investimeve të 6 odave të Ballkanit Perëndimor, ka adresuar këtë problem në mënyrë të vazhdueshme në komunikimet me institucionet e Bashkimit Evropian, duke kërkuar një zgjidhje të qëndrueshme dhe sistemike në interes të funksionimit të lirë të tregtisë dhe ruajtjes së zinxhirëve të furnizimit midis Bashkimit Evropian dhe vendeve të Ballkanit Perëndimor, shkruhet në njoftimin e kësaj ode, e cila i ka bërë thirrje Bashkimit Evropian për ndërhyrje urgjente institucionale që do të mundsonte funksionimin normal të transportit ndërkombëtar rrugor deri në krijimin e një zgjidhje të përhershme. Një qasje e tillë, OEK thotë se është në interes të përbashkët të ekonomive të Bashkimit Evropian edhe të Ballkanit Perëndimor dhe përbën një parakusht për stabilitet ekonomik, integrim tregtar
e po ashtu edhe për zhvillim të qëndrueshëm rajonal. Trajtojmë tani një problem tjetër i cili po përsëritet pra shumë shpesh. Rreth 800 metra nën tokë kanë mbetur të ngujuar sot shumë minator të Trepçës. Ata nuk arritën të dalin në sipërfaqe për orë të tëra. Sindikata kërkon ndihmën e shtetit. Një defekt me energjinë elektrike që ndodhe në 5 horizonte të Trepçës ngujoi minator nën tokë për disa orë. Kryetari i sindikatës së minatorëve Ibrahim Januzi tha se defekti teknik që ndodhi në sistemin e rrymës pamundsoi funksionimin normal të minjerës dhe daljen e punëtorëve në sipërfaqe. Rasti ka ardhur si rezultat i një defekti teknik në energjinë elektrike, sipas informatave që kam marrë nga burimet brenda punëtorëve dhe minjerës. Problemi ka qenë në parkun industrial në Pem atje, ku në trafostacionin kryesor për shkak defekti teknik në energji elektrike kanë mbetë ngujuar nga ndrimi i dytë deri rreth orës 5 të mëngjesit, komplet ndrimi edhe kujdestaria e sistemit pumparëve, po ashtu edhe ndrimet që janë kanë të kyçur drejt për drejt në problem. Sa i përket ndihmës mjekësore, nuk është që kam ndonjë informacion apo nuk është që ka kërku dikush ndihmë, mirë po vetë qëndruarit për 8 orë në punë fizike dhe në kushte trona të mikroklimës e minjerës, e bën të vështirë dhe e bën jashtëzakonisht shumë tronë, mirë po edhe ngarkesa tjetër në vend se pas planifikimit për me u kthy nga një proces i punës i latshëm dhe shumë indikueshëm në aspektin e kushteve mikroklimës, me shku me pushu të shtëpia aty duhet ballafaqohesh edhe me të papriturat, që janë jashtëzakonisht shumë shpeshta si rezultat i mos investimeve po vijnë. Tutje, ai ka sqaruar se minatorët ishin në orar të rregullt 8 orësh, ndërsa ngujimi i tyre ka zgjatur rreth 6 deri në 7 orë, çka sipas tij i bie pothuajse sa 2 ndërrime pune. Koha e saktë normal ata 8 orëshin e orarit të punës kanë qenë në kohën e të toshit, sillet dikon rreth 6 deri në 7 orë që kanë mbetë shtesë të ngujuar, që i vjen thuajse pavarësisht 2 ndrime i kanë mbajt. Normal ndrimi i tretë i cili ka pas me shku me u kthye në minjerë, si kujdestaria dhe prodhimi, për shkak që janë teknike nuk kanë mujt me shku me vazhdu procesin e punës. Edhe ushtruesi i detyrës së kryeshefit ekzekutiv të ndërmarrjes Trepça, Faton Ahmeti, ka thënë se problemi është përsëritur 2 herë brenda këtij muaji, për shkak se Trepça furnizohet me energji elektrike vetëm nga një linjë. Këto defekte nuk janë shumë të planifikume, për arsye që këtu mund të ndodhe në ndërmarrje tjera. Po të na është problem pak më i madh që jena të varur për vetëm një linje. Realisht në të kaluarën ka pas 2 linje të furnizimit, nëse ka defekt në një linje intervenohet linja tjetër derisa të sanohet defekti. Këtë rast e kena një problem që është u shfaq. Kur ki defekti i mbarur 100% për rrymës dhe nuk ka generator që më përballon liftin për me nxjerr minator nga minjera. Ç'ka është problemi për moment? 5 pompistë kujdestar kishin mbetur të bllokuar rreth 9 orë në minjerën e Trepçës në stan tërg, si pasojë e problemeve teknike me energjinë elektrike më 11 janar. Vërshimet që goditën shumë komuna në fillim të vitit kanë dëmtuar shtëpi, biznese e infrastrukturë. Qindra familje në Skenderaj dhe Fushë Kosovë kanë trokitur në dyert e institucioneve lokale për kompenzim, por këto të fundit thonë se e kanë të pamundur të përgjigjen pa ndihmën e qeverisë. Mbi 300 familje të Skënderajt dhe një numër biznesesh u drejtuan autoriteteve komunale për vlerësim dhe kompenzim të dëmeve që shkaktuan vërshimet. Zyrtar të komunës së Skënderajt thonë se ekipët vlerësuese janë ende në terren, ndërsa bëjnë të qartë se për kompenzim të plotë të dëmeve ju duhet ndihma e nivelit qendror. Po, ka pasur edhe prej bizneseve të cilat janë dëmtuar gjatë këtyre vërshimeve dhe besoj që edhe aplikimet e tyre i kanë përfunduar. Tash komisioni nga dje, Komisioni Komunal për vlerësimin e dëmeve nga vërshimet, ka dalur në terren në mënyrë që ta vlerësoj situatën dhe pastaj me dalë edhe me specifikat e tjera sa i përket se sa kanë me qenë shuma e dëmeve që janë shkaktuar në komunën e Skënderajt. Për krahje nga niveli qendror kërkon edhe komuna e Fushë Kosovës. Drejtori për shërbime publike në këtë komunë thotë se rreshjet e
fillim janarit shkaktuan dëme në infrastrukturë e ekonomi familjare, të cilat janë të pamundura të mbështeten vetëm nga komuna. Ku 20 familje kena evakuar nga shtëpitë e tyre, janë vendosur në banesa me qira që do të bëjnë kompenzimin komuna. Një pjesë e tyre janë në për të afërmit e tyre, që tash thuja se veç janë proces të kthimit në për pasi që është bën vlerësimi i dëmeve në ato shtëpia. Ndërkohë, kryetari i Asociacionit të Komunave të Kosovës, Sazan Ibrahimi, kërkon krijimin e një fondi emergjent për menaxhimin e dëmeve në raste fatkeqësisht natyrore. Neve si asociacion kemi kërkuar një vijë buxhetore, cilën e kemi quajtur si fond emergjent për komuna, në mënyrë që ato mjete financiare të dedikohen për fatkeqësi natyrore për komuna, në mënyrë që qytetarët përfitojnë sa më shpejt që është e mundur. Sepse kemi edhe raste në komunat përkatëse, ku rimbursimi i mjeteve është bërë në përqindje të vogël, për shembull 25% është bërë rimbursimi i mjeteve për ekonomi familjare nga ato të kërkuarat nga qytetarët e Republikës Kosovës. Megjithatë, Kastriot Lajçi, kryesuesi i Komisionit Qeveritar për vlerësimin e dëmeve nga fatkeqësitë natyrore dhe fatkeqësitë e tjera, thotë se deri tani nga komunat nuk kanë pranuar ndonjë lëndë. Monitorimin e dokumentacionit të sjellur nga nivelet lokale, vlerësimin e dëmeve e bën nivelet komunale, monitorimin e dokumentacionit e bën niveli qendror. Dhe kur kontrollojmë në përgjithësi e bëjmë një raport të përgjithshëm dhe e dërgojmë te zyrja e kryeministrit. Rreshjet që nisën më 5 janar sipas Agjencisë për Menaxhimin e Emergjencave prekën komunat Fushkosov, Malishev, Rahovec, Klin, Mitrovice e Jugut, Vushtri, Drenas, Skënderaj dhe Gjakov. Ministri i Mbrojtjes i Shqipërisë Piro Vengu tha se marrëveshja në fushën e mbrojtjes mes Shqipërisë, Kosovës e Kroacisë nuk është kundër askujt, as ndaj Serbisë, të cilën ai tha se e ka ftuar që t'i bashkohet. Reagimi pason deklaratën e presidentit serb se kjo marrëveshje është kundër serbëve dhe se këto shtete janë pjesë e një aleance sulmuese. Drejtori i përgjithshëm i emergjencave civile zoti Çak. Ministri i Mbrojtjes i Shqipërisë Piro Vengu e cilësoi si një sens paniku në deklaratat zyrtare nga Serbia ndaj marrëveshjes së arritur me Kroacinë dhe Kosovën. Kjo marrëveshje u arrit në vitin 2025 dhe sipas nënshkruesve ato do të thellojnë bashkëpunimin në fushën e mbrojtjes dhe të sigurisë. Marrëveshja nxiti reagimin e Beogradit zyrtar që e cilësoi si kërcënim ndaj tij. Atë që mund t'ju them është kjo është një marrëveshje trepalshe e cila nuk është ndërtuar kundër askujt. Madje kam qenë unë vetë i pari që kam shprehur dhe ftesë pse jo, që Serbia nëse gjykon se rajoni, stabiliteti, qëndrueshmëria dhe ardhmja euroatlantike e vendeve të rajonit është e rëndësishme, atëherë pse jo dhe Serbia t'i bashkangjitet kësaj iniciative. Ja u merr mendja që nuk kam marrë përgjigje për sa i përket kësaj ftese. Marrëveshja ndërmjet Shqipërisë, Kroacisë e Kosovës u tha se do të ndihmojë në rritjen e ndërveprueshmërisë së ushtrive përmes edukimit, trajnimit dhe stërvitjeve të përbashkëta, si dhe në angazhimin në luftimin e kërcënimeve hibride, por edhe do të ndihmojë në koordinimin e politikave për integrime euroatlantike. Ministri i Mbrojtjes Piro Vengu bëri me dije se Shqipëria dhe Kosova kanë filluar bashkëpunimin bazuar në marrëveshje edhe në rrafshin ushtarak, stërvitor, akademik, arsimor, por edhe të prodhimit ushtarak. Sipas tij, me Prishtinën, Tirana ka pajtim sa i përket prodhimit të mjeteve të blinduara, pasi që vlerësoi ai, të dy shtetet i shohin njësoj kërcënimet dhe rreziqet që i kanosen rajonit. E dyta, nuk besoj se Kroacia dhe Shqipëria dhe Kosova kanë nevojë të marrin leje për sa i përket kësaj pjese. E treta, mikpresim edhe vende të tjera të na bashkangjiten, pra është një bashkëpunim dhe një partneritet i hapur, shumë kush e quan aleancë, shumë kush e quan marrëveshje mbrojtje, nuk jemi në situata të garancive të mbrojtjes. Ne Kroacia është vend lider në Europë sot për sa i përket dronëve të vegjël luftarak dhe ka një industri të konsoliduar, sikundër dhe ne synojmë që në pjesën e mjeteve taktike dhe mjeteve të blinduara të krijojmë një epërsi, do të thoja, dhe pse jo të mund të fillojmë të eksportojmë. Marrëveshja trepalëshe u cilësua nga presidenti serb Vučić si një aleancë ushtarake dhe sulmuese që sipas tij është kundër serbëve.
Kroacia i është kundër përgjigjur duke thënë se si shtet antar i Bashkimit Evropian bën thirrje për bashkëpunim dhe paqe në rajonin e Ballkanit Perëndimor. Kroacia dhe Shqipëria janë pjesë e aleancës ushtarake perëndimore të NATO-s, aty ku Kosova shpreson të anëtarësohet. Ndërsa Fondacioni Jahjaga ka lansuar rrjetin e grave në siguri i cili synon plotësimin e strukturave ekzistuese institucionale në këtë fushë. Themelusja Fondacionit Jahjaga, Atifete Jahjaga, deklaroi se Kosova është rast i parë në botë që po lanson një rrjet të tillë. Ish presidentja thotë se rrjeti është mekanizëm mbështetës që plotëson strukturat ekzistuese, por nuk zaventson mandatet. Sot po ndërtojmë diçka që të shërben jo vetëm grave, por dhe vetë institucioneve tona të sigurisë në vend. Gratë janë pjesë aktive institucioneve tona të sigurisë. Rrjeti të dashur amike është menduar si një mekanizëm mbështetës që plotëson strukturat ekzistuese. Ai nuk zëvendëson mandate apo kompetenca, por i fuqizon ato përmes bashkëpunimit profesional dhe dialogut të vazhdueshëm. Drejtoresha ekzekutive e Fondacionit Jahjaga, Egzona Bexheti, këtë rrjet dhe cilësoi kthesë strategjike të Kosovës, duke tejkaluar aspiratën për barazi. Nuk mund të ketë siguri të qëndrueshme pa përfshirjen kuptim plot të grave. Themelimi i rrjetit të grave në sektorin e sigurisë shënon një kthesë strategjike për Republikën e Kosovës, duke shkuar përtej aspiratës për barazi. Ky rrjet do të shërbejë si një urë bashkëpunimi, një hapësirë ku profesionalizmi dhe përkushtimi i grave përkthehet në fuqi vendimarrëse në shërbim të shoqërisë në tërësi. Ndërsa ngarkuara me punë në Kosovë në ambasadën në Holandës, Desire Bonis tha se në sektorin e sigurisë gratë mbeten të nënpërfaqësuara. Ajo theksoi se rrjeti grave në siguri është investim në ndryshime afatgjate. Holanda beson fuqishëm që institucionet e sigurisë përfitojnë legitimitetin dhe ligjshmërinë kur janë të rrënjosur në llogaridhënie dhe gjithëpërfshirje. Ne e dim se sfidat në sektorin e sigurisë ekzistojnë në Kosovë dhe nuk janë abstrakte as të reja. Besimi i lëkundur i paqëndrueshëm mes shoqërisë civile dhe pjesës veriore të Kosovës ndikojnë në sigurinë publike dhe kohezionin shoqëror. Në të njëjtën kohë, gratë mbeten të nënpërfaqësuara në masë të madhe në institucionet e sigurisë, në sektorin e sigurisë e në veçanti në rolet e lidershipit dhe vendimarrjes. Lansimi i rrjetit të grave në siguri u mbështet nga ambasada e Mbretërisë së Holandës në Kosovë përmes projektit Matra. Komuna e Obiliqit ka marrë vendim për ashpërsimin e masave ndaj ndotjes hapësirave publike me qëllim të rritjes vedisimit dhe përmirësimit të menaxhimit të mbeturinave. Kryetari i kësaj komune, Halil Thaçi, ka thënë se çdo person fizik që ndot hapësirat publike ose zonën para pronës së tij do të gjobitet me 200 euro, ndërsa çdo biznes apo subjekt afares që ndot hapësirat publike ose zonën para objektit të tij do të gjobitet me 1000 euro. Zbatimi i vendimit do të realizohet nga Inspektorati Komunal dhe vendimi hyn në fuqi më 15 shkurt. Ndërsa ndotja e liçenit të Vadovcit po rrit shqetësimet për cilësinë e ujit të pishëm në Prishtinë. Pamjet e regjistruara janë tejet shqetësuese. Liçeni i Vadovcit, njëri nga burimet kryesore të ujit të pishëm për Prishtinën dhe rrethinën, jo vetëm në këtë periudhë është duke pësuar degradim nga dora e njeriut deri në shkallë të lartë të ndotjes. Pamjet e regjistruara sot në këtë liçe janë tejet shqetësuese për qytetarët dhe institucionet, teksa në Badovc lëndrojnë lloj-lloj mbeturinash që paraqesin rrezik për shëndetin e konsumatorëve të ujit. Banorët e zonës thonë se ky problem nuk është i tanishëm. Na pengon Barllogi që pengon. Është famosh pa pengu Barllogi. Edhe o konë rritari, punëtori që ka punu, e ka pastrue. Pesin nga korë kryesori që ky shpend Ahmeti, e kanë hjek, kush e ka hjek, çka ka hjek zi. Nga kompania rajonale ujësjellësit Prishtina thonë se faktori njeri është shkaktari kryesor i ndotjes në Badovc, ndërsa premtojnë që sa më shpejt ta pastrojnë ujin për pije
por tërheqin vërejtjen që deri atëherë uji nga ky liçen nuk është i pijshëm. Aktualisht furnizimi është mirë me ujë nga sistemi Badosit, por uji mbetet ende i papishëm si shkak i turbullirave të ujit në liçenin e Badosit, në ujin e patrajtuar, po ashtu edhe në ujin e trajtuar, deri në njoftim të radhës zyrtar nga Instituti i Shëndetit Publik Kosovës dhe nga Kompania Rajonale Ujësjellësit Prishtina. Ne do të mobilizohemi shumë shpejt që të bëjmë edhe pastrimin, siç e bëjmë çdo vit, të këtij liçeni, edhe pse ndoshta nuk mund të ndikoj aq direkt në cilësinë e ujit, sepse uji filtrohet, trajtohet, kalon nëpër procese teknologjike për trajtim, por më e keqja të shihet dhe të shohim se ku kemi rënë. Edhe ambientalisti Ilir Morina thotë se ndotja e ujit sjell një sër pasojash që duhet të luftohen me urgjencë. Morina thekson se përveç barrës ekonomike që shtohet me blerjen e ujit për pije, më shumë se gjysma së sëmundjeve që shkaktohen vijnë si pasojë e ujit të ndotur, përfshirë këtu edhe kancerin. Atëherë kush na garanton neve që gjithë do të mbi 2000 vetë sipas Institutit Onkologjik sëmurën në vetë nga kanceret, hajde 30-40% gjithmonë janë nga kontaminimet e ajrit, por shumica tjera vinë nga uji, vinë nga ushqimet që ne i përdorim, e një ndër ta mund të jetë uji i Badovsit që është duke na shkaktuar kancere dhe vdekje të gjitha shtresat popullatës. Morina po ashtu vë në duke rrezikun e ndotjes nga elementet kimike dhe u bën thirrjeve institucioneve të marrin masa sa më shpejt. Aty mund me pas metale të rënda të rrezikshme të cilat popullata edhe përmes ushqimit ose zirjes kafes ose çajit ose edhe përmes larjes së enëve, se për me pi jemi të e pi që 6 muaj, ato ju garantoj nga vetvetja, sepse kam pyetur në institut disa herë, edhe publikisht gjatë prezencës sime nëpër media, që Instituti i Shëndetit Kombëtar nuk ka dalë me na siguru ose me na garantu që nuk ka më koncentrim manganit ose ndonjë metali tjetër të rënd, cili shkakton probleme serioze shëndetësore te popullata. Do të thotë gomat, vajrat, plerat. Qytetarët e pakujdesshëm duhet ta kenë parasysh se liçeni i Badovcit është burimi kryesor i ujit të pijshëm për një pjesë të kryeqytetit. Andaj çdo ndotje e tij përbën rrezik të drejtë për shëndetin publik. Prokuroria speciale ka arrestuar 2 zyrtar të ndërmarrjes ekoregjionit në Prizren. Siç bën të ditur prokuroria, ata dyshohet se kanë kryer veprat keqpërdorim i pozitës apo autoritetit zyrtar dhe keqpërdorim dhe mashtrim në prokurim publik. Burimet të prokurorisë tregojnë se bëhet fjalë për tenderin 400.000 euro për blerjen e kamionëve. Me urdhër të prokurorisë speciale të Kosovës, të hënën në mëngjes janë arrestuar AG dhe RZ. AG dyshohet për veprën penale keqpërdorim i pozitës apo autoritetit zyrtar, ndërsa RZ për keqpërdorim dhe mashtrim në prokurim publik. Thuhet në njoftimin e kësaj prokurorie, njoftohet se hetuesit policor kanë mbastisur disa lokacione në Prizren dhe në Feriza i përfshir ambientet e ndërmarrjes publike ekoregjioni, si dhe të një subjekti privat. Gjatë zbatimit të urdhrit të kontrollit, në mesin e provave janë gjetur dhe sekuestruar një pushk automatike AK-47 si dhe para të gatshme, thuhet në njoftim. Është promovuar libri Shtëpit Shkolla, kujtojmë që të mos harrojmë, i cili dokumenton në mënyrën se si gjatë viteve të 90 arsimi shqip mbeti gjallë përmes shtëpive shkolla. Në fillim të viteve të 90-ta, kur forcat serbe ndaluan arsimin në gjuhën shqipe, Shtëpit Shkolla luajtë një rol shumë të rëndësishëm në ruajtjen e sistemit arsimor në Kosovë. Pas 34 vitesh nga fillimi i hapjes së shtëpive për shkolla, u promovua libri Shtëpit Shkolla, kujtojmë që të mos harrojmë. Libri është një përmbledhje shkrimesh të ndryshme për shtëpinë shkollë të familjes së autorit Fadil Aliu nga familja Hertica, të cilët kishin lëshuar shtëpinë e tyre për zhvillimin e mësimit të gjimnazit Sami Frashëri dhe shkollës ekonomike në Prishtinë.
Kryetari i Komunës së Prishtinës Përparim Rama, në fjalën e tij tha se ky libër bart peshën e një epoke dhe identitetin e popullit ton. Sot na mbledh në këtë shtëpi libri një botim që bart brenda kopertinave të veta peshën e krejt një epoke dhe dignitetin e krejt një populli. Shtëpit, shkolla. Është libër që rrëfen një histori të jetuar me guxim, me dije dhe me përgjegjësi kombëtare. Recensenti i librit Ziadin Gashi dha një përmbledhje të përmbajtjes dhe të historisë së fillimit të shtëpisë shkollë të familjes Hertica në Vranjevc. Libri vazhdon me kujtesën e familjes Hertica në shërbim të arsimit shqip, me shkrimin e Melanie Fred për shtëpit, shkolla kujtojnë që të mos harrojnë, shkrime mirënjohëse të veprimtarëve të arsimit për familjen Hertica, pasqyrimi mediatik i rolit të shtëpisë shkollë tek familja Hertica. Recensenti Munish Hyseni falenderoi familjen Hertica, e cila sipas tij u bë çerdhe e dijes për arsim shqip. Këto dy familje ishin dhe do të mbesin më shumë se pronarët të shtëpive. Zotët e tyre, pa mburi, pa lavë dhe pa përfitime materiale, e me shumë në heshtje plot sakrifica, me ngrohtësi e mirësi të pafund u shndruan në pronar të organizimit të arsimit shqip dhe u bën çerdhe të mësimit, edukimit dhe të dijes. Autori i librit Fadel Aliu tha se ky libër ka për qëllim të jap kontribut në kujtesën shoqërore për të kaluarën dhe vështirësitë që ka përjetuar vendi. Edhe kjo përmbledhje shkrimesh, intervistash e dokumentarësh ka të vetmin qëllim të kontriboj sa do pak në memorien kolektive të shoqërisë sonë. Është një përmbledhje që na rikthen fuqishëm në të kaluarën, duke ruajtur në mbamendjen tonë kapërcimet dhe përballjet jo të lehta të arsimit shqip. Për të çmuar kontributin e Mehmet Aliut në fushën e arsimit gjatë viteve të 90-ta, drejtoresha e bibliotekës Hivzi Sulejmani ndau mirënjohje për të, duke e cilësuar si njeriu që e ktheu trashëgiminë e vet në shkollë, lexim dhe shkencë. Këtu e përfundojmë këtë edicion lajmesh, ndërkaq për informacionet më të fundit klikoni në portalin ton rtv21.tv. Mirëmbëjtje.